adhurues të basketbollit në platformën numër 1 në Shqiptari Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar këto çaste, Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në përballjen midis Sigar Prishtinës, e cila aktualisht renditët e 5-ta me 5 fitore, 5 humbje, pra krejt në shenjë të numrit 5, dhe liderit aktual bashkimit që tashmë pozitën e parë ndan me edhe 2 skuadra tjera, Go Plus Pen dhe Trepçën, që gjithashtu kanë nga 3 humbje pas 11 gjirove. Jemi direkt nga palestra Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë dhe me ju sonte jam unë Agon Fehmio. Me derbin midis Sigar Prishtinës dhe liderit bashkimit do ta përmbyllim gjiron 11 të Procredit Superligës, e cila në këtë cikël të dytë vjeshtor pas pushimit për shkak të para kualifikimeve të Kosovës është ndruar në ngjarjen më interesante, më emocionuese, e që bëse edhe më dramatike në vendin tonë. Me këtë duel sonte, në fakt po e mbyllim gjiron e 4 të ciklit të dytë vjeshtor, i cili e shëndroi elitën e basketbollit kosovar në një garë fenomenale dhe spektakolare. Rezultatet në këto 4 gjiro ishin befasuese, senzacionale dhe bën Procredit Superligën e basketbollit tonë super interesante. Fitoret e skuadrave të pjesë poshme tabelës, Borës Vllaznimit, Golden Eagle dhe Dravecit, ndaj top 4 skuadrave të kreu tabelës, Bashkimit PS Trepçës e Sigar Prishtinës e kanë bë luk situatën tabelare dhe lirisht mund themi se asnjë kampionat deri tash në këto 20 vitet e fundit nuk ka pas këso rivaliteti ku secila skuadër, ama bashkë secila po mund të mposh secilën, dhe një gjë tashmë dihet se më asgjë nuk po dihet. Bashkimi sonte luan me Jasharin, Bikestafin, Andersonin, Bunjaku është i lënduar, Iken Wamu, Pytyçi, Kazins, Gjeçaj, Leki, Smaljanjeva dhe Zeqiri sonte do të jetë kapiten me trenerin Jovovicin, ndërsa Prishtina sonte paraqitet me kapitenin Poloshka, pasi mungon Daniel Lekëndrejaj, Bailey, Azemi, Burns, Visariu, Haxhosaj, Zeneli, Bishi, Syla dhe Kramer. Treneri Mihail Kakiosis me ndihmësinë e tij Stratos Vardaksis. Të ngritemi edhe për intonimin e himnit të Kosovës. Pra në këtë cikël të dytë adhurues të basketbollit të dyja këto skuadra kanë formë të dobët, e sidomos Bashkimi, skuadër kjo e cila deri tek pauza e para kualifikimeve ka qenë absolutisht superior në krahasim me skuadra tjera dhe kemi menduar se do të dominoj bindshëm gjatë kësaj vjeshte, mirë po ka ndodhur e kundërta. Bashkimi ka qenë lideri pa kontestueshëm i ciklit të parë vjeshtor me 7 fitore pa asnjë humbje. Bashkimi i cili pati një vjesht fantastike, shkëlqeu edhe në FIBA Europe Cup me 4 fitore ndaj skuadrave të fuqishme si Anvilli, kampioni FIBA Europës, FIBA Europe Cup 2023, pastaj Cibonën legjendare, skuadra e fuqishme italiane Reggio Emilia poshtë, po ashtu sfundi edhe Dijoni në Francë. Mirë po më pas pësoj një rënje të madhe të formës duke pësuar 3 humbje rresht fillimisht nga Vllaznimi, që aso kohë ishte i fundit në tabel. Më pas të shtunën e kaluar nga Rahoveci në Miza Irisma dhe në mesjavë në Seza i Suroju poshtë edhe nga Trepça. Do 2 disfatat e para nga Vllaznimi dhe Rahoveci kanë qenë shokuese, kurse të mërkurën pas disfatës nga Trepça, ndeshin në cilën Bashkimi humbi edhe një lojtar të rëndësishëm, Valon Bunjakun, me të cilën biseduan para lojës edhe na konfirmoj
se lëndimi i muskulit të pasëm të kofshës do t'i kushtojnë me largim nga parketi për minimum një muaj, pra definitivisht me këto humbje bashkimi hyri në krizë dhe kjo është e kuptueshme kur kemi parasysh se ka mungesa shumë të mëdha. Sa që dhe trajneri Igor Jovovići që bëri mrekulli në pjesën e parë vjeshtore edhe këte patjetër duhet të thënë pra 7-0 në Super League, 4 fitore të mëdha evropiane në debutimin e bashkimit. Mirë po në fund të ndeshjes me Trepçën pas disfatës së 3-3, Jovovići deklaroi që po ka të lashe edhe mi mbajt si duhet stërvitjet e lemë të luaj për shkak të lëndimeve dhe mungesave të mëdha, të lojtarve të rëndësishëm dhe më të dobishëm të skuadrës. Isaiah Cousins edhe pse sonte është në ekip, megjithatë ishte i lënduar, mungoi pastaj Jeremiah Bailey dhe tash i lëndua dhe Valon Bunjaku. Ja më pan nga skuadra në drejtim të Cibonës së Zagrebit u largua Jan Palokaj dhe me të vërtet këto mungesa të mëdha janë mungesat të cilat i japin një minus të shifrave të cilat i përgatita për ju. Pra Isaiah Cousins 15 presi 6 pik, 5 kërcime, 4 asistime, 2 topat vjedhur. Valon Bunjaku 7 pik, 4 kërcime, 3 asistime, 1 top i vjedhur. Jeremiah Bailey 7 pik, 6 kërcime, 2 asistime dhe 1 top i vjedhur. Dhe Jan Paloka i larguar 11 presje, 5 pik, 4 kërcime, 2 asistime dhe 1 top i vjedhur. Pra në total, nëse i marim këta lojtarë të cilët po mungojnë, dëgjoni këto shifra. Pra bashkimit i mungojnë 43 presje, 5 pik për ndeshje të shënuara, 21 kërcime, 12 asistime dhe 5 topat të vjedhur. Po me qenë edhe Lakersa me të vërtet vështirë do të mund t'i përballonin këtyre mungesave. Megjithatë, është duke bërë çmos trajneri Jovović. Kjo e detyroje edhe në ndeshjen e fundit që të aktivizon edhe t'i lodh lojtarët kryesor të skuadrës me një minutash të cilën unë e quaj me të vërtet ju humane. Kian Andersoni ka luajtur 40 minuta, TJ Bickerstaffi 38, Lejson Zeqiri po ashtu 38 dhe Dequan Lake 31 minut. Dhe kjo është një ngarkesë e madhe për këta lojtarë. Në anën tjetër, një vjesht jo e mirë ishte edhe për Sigar Prishtinën, e cila startoi perfekt me 3 fitore rresht, por më pas erdhi dueli i xhiros së 4, pikërisht kundër bashkimit në Sezai Syroj dhe disfata e thellë me 106-88 dhe nga ai moment filloi tatpjeta formës së Prishtinasve që në vazhdim humbën edhe 2 derbi tjerë që i zhvilluan këtu në shtëpi të vet me Goplus-Pen dhe Trepçën, pra para pushimit të para kualifikimeve, ndërsa me t'u kthyer nga pauza në start të ciklit të dytë vjeshtor, pësuan edhe 2 disfata rresht nga Golden Eagle Ylli dhe vikendin e kaluar nga Bora në Minatori, kurse fitoreve ju kthyen pas triumfit Dajrahovecit të Entën brëma në po këtë palestër, por edhe për atë fitore Prishtinasit hoqën të zit e Ullinit, duke nga dhe një me rezultat minimal 75-73, pasi që 2 minuta pa përfundu ndeshja ishin në disavantazh prej 3 pikve, 70-73, mirë po falë treshës së Bellit dhe 2 pikshit të Burnsit, duke mos pranu asnjë pikë në 2 minutat e fundit, e shkëputën këtë fitore të rëndësishme, por shumë të mundimshme. Duhet theksuar se edhe Sigar Prishtina ka hyrë në krizë për shkak të lëndimeve dhe mungesave të shumta, pasi po i mungojnë 2 luftar të mëdhenj si kapiteni Daniel Lekëndrej dhe Lamb Otri, i cili nuk luajti në 4 ndeshjet e fundit, pastaj po mungon ka Kruke Williams, ndërsa i lënduar dhe me gjysmë kapaciteti po luan edhe Dom Poloshka, që ka të lënduar tendinin e akilit, megjithatë po e sakrifikon veten për ekip, prandaj edhe kapiteni edhe sonte edhe pse i lënduar është në përbërje me ju thonë drejtën, marr parasysh lëndimet e rënda dhe 3 operimet që i ka pas dhe cilat e kanë mbajt jashtë parketit gati 2 vjet dhe pas kthimit edhe ai lëndimi vitin e kaluar që e mbajti për disa muaj jashtë, nuk e di sa është mençur që po luan, mirë po ai është një luftëtar besnik që klubin e vendos para vetës edhe të Prishtina. Këto mungesat e mëdha janë shifra të mëdha, pra Lamb Otri 12 presi 2 pik, 3 presi 7 kërcime, 5 presi 3 asistime, 1 top i vjedhur. Williams 6 pik, 5 kërcime, 2 asistime, 1 top i vjedhur. Lekëndrej 8 pik, 4 presi 3 kërcime, 3 asistime, 1 presi 5 topat vjedhur dhe ka Kruki 6 presi 4 pik,
2 kërcime, 1 asistime, 1 top i vjedhur, pra në total edhe Prishtinës i mungojnë 32 presje 6 pik, 15 kërcime, 11 presje 3 asistime dhe 4 presje 5 topa të vjedhur. Me të vërtet kjo çka shumë, po e shihni edhe peshë statuese, Azemi, Burns, Visario, Haxhosa dhe Kramer, dhe te bashkimi do të luajnë Anderson, Cousins, Leki, Ismaili dhe Zeqiri, pra Cousins po kthehet sonte nga lëndimi. Duhet të përmendi para se të fillojë edhe loja, për shkak të mungesave të mëdha, po i shihni edhe lojtarët e Borës, Jetmir Zeqirin dhe Adem Mekishin, të cilët mbrëm poshtën vllaznimin këtu. Pra, edhe trajneri Kakiuzis në ndeshjen e fundit tu detyrua të aktivizon dhe t'i lodh lojtarët kryesor skuadrës me minutazha jo humane. DeAndre Burns 39 minuta, Arjan Azemi 38,5, Bailey 33 dhe Kramer 32, ndërsa Don Polloshka i lënduar me Tendin Takilit luajti 22 presje 30 sekonda. Është lënduar atje apo jo? Shpëton Meriton Ismaili. Edhe njëherë, Kramer shkakton personale në vijnë e gjuajtjeve të lira. Ish Prishtina si Meriton Ismaili realizon pikët e para. Pra është kjo ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat e bashkimit për të ndërprer artësinë prej 3 humbjeve rresht. Meriton Ismaili sonte në start realizon 2 pikët e para nga vija e gjuajtjeve të lira. Kramer me Lekun në pozitën e postit të ullt, atje tentim dhe realizon Burns për të barazuar rezultatin 2-2. Në start Kian Anderson ish lojtari i Prishtinës në atë edicionin antologjik dhe historik. Gabon atje në pasim Anderson në drejtim të Lejson Zeqirit, topin nuk arrin të ambrinas Meritoni Ismaili, edhe Meritoni ishte pjesë e Prishtinës në edicionin 2018-19 në udhëheqjen e Damir Mulla Omerovicit, kur bën senzacion, pra 28-0 në kampionat, pjesën e rregull 6-1 në play-off, pra nga 35 ndeshje, 34 fitore, vetëm 1 humbje. Azemi atje rrëshet, e humb këtë top Anderson për Zeqirin, i rrëshet topi atje gjatë pasimit Zeqiri Meritoni, por lëvizje bukur mashtruese, tentime Andersonit, i cili realizon treshe dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Ishte asistimi Isaiah Cousinsit, lojtari kryesor i skuadrës Isaiah Cousins. Është me 15 presje 6 pik, 5 kërcime dhe 4 asistime. Lojtari kryesor në tandem natyrisht me Kian Andersonin, 14 pik, 6 asistime dhe 3 kërcime të Kian Andersonit, makin në vete. Gjasht me 2-4 pik të Kian Andersonit, parës një treshe dhe gjuajtje e lirë, ka dhe 4 sekonda Burns. Vazhdon me loj individuale, fauli Arjan Azemit atje ndaj Andersonit. Edhe Arjani është në mesin e lojtarëve kryesor të skuadrës së Prishtinës, sa i përket kontributit të tij, 13 presje, 5 pik, 4 asistime, 3 kërcime. Në ndeshjen e fundit, pra në Prizren, të zhvilluar me 1 nëntor, ishte lojtari më i mirë me 22 pik, 5 asistime dhe 3 topa të vjedhur. Blokada atje Kramerit, Andersonit. Azemi për Haxhosain, i cili depërton atje, njihën mirë me Meritoni natyrisht, dikur së bashku në ekip. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Dion Haxhosain, djaloshin i cili shpërtheu këtë edicion me të vërtet e meriton një minutazh edhe më të madhe, dhe natyrisht është për shkak të mungesës lojtarëve. Po detyrohet trajneri Kakiusis
që ta angazhoj pak më tepër dhe atë po e shpërblem për mrekulli me mesatare prej 8 pikëve, 3 kërcimeve dhe një blokade për ndeshje. Dion Haxhosaj realizon të dy gjuajtjet e lira për të afruar rezultatin në 4-6. Zëqiri atje e kthen topin te Cousins, tentimi i tij nuk e qëllon më i larti Haxhosaj. Azemi për 3 pikë, tenton, nuk realizon. Kramer lufton atje, mirë po mbyllje e mirë nga Dequan Lake. Andersoni për balle ka Azemin, tenton Burns, e bën presionin dhe kërkojnë atje topin trajneri Jovic. Treshja referesonte Gjelal Mumini, Arjan Thaçi dhe Aron Laja. Udhëheqin këtë ndeshje derbin, sa dueli tjetër i cili e mbyll këtë xhiro zhvillot në Mizaj Risma mes të Rahovecit dhe Go+5, edhe kjo do të jetë një ndeshje fantastike. Pra, definitivisht edhe rezultatet e kësaj xhiroje ishin fenomenale, befasuese, shokuese. Bora me fitoren e arritur mbrëm ndaj vllaznimit 81-68, dominoi absolutisht, e shënoi edhe fitoren e 4-3 në këtë cikël të dytë vjeshtor pas pauzës pushimit para kualifikimeve dhe pas vetëm një fitore dhe 5 humbjeve në ciklin e parë, kur nuk e zhvilloi atë ndeshjen me Trepçën, të cilën do ta kompenzoj të martën, e më pas para xhiros së 12, e më pas edhe të etën do të takon, pra për 48 orë 2 herë do të takon Trepça dhe Bora. Bora e cila tash ka 5 fitore dhe 5 humbje, aq sa i ka dhe Sigal Prishtina, dhe ndojnë pozitat 4 dhe 5. Meritoni Ismaili përgjigjet me treshe për 7-9. Ato 3 gjuajtjet e lira të Burnsit. Azemi për Visarion, tenton, nuk realizon, lufton atje Cousins. Dhe tani kemi protestat e plisave ndaj kryesisë aktuale të Prishtinës vazhdojnë dhe kanë ardhur vetëm sa për ta prishur e tani ndeshja ndërpritet, policia intervenon atje. Tani do të kemi tymin, i cili gjithsesi se do të pengoj zhvillimin e ndeshjes. Ndërprerja e ndeshjes. Sigurisht se tymi do të pengoj zhvillimin e lojës. 7-9 është rezultati aktual. I patëm 5 pikë të realizuara rresht nga Sigal Prishtina për të kaluar për herë të parë në epërsi. Ishin 2 gjuajtje të lira të Haxhosajt dhe 3 gjuajtje të lira të Burnsit për 7-6 para asaj treshës të cilën e realizoi Meriton Ismaili në asistimin e Isaiah Cousinsit.
Dy asistimet të Kuzinsit, të dyat për treshe, pra dy treshet e Bashkimit, erdhën asistimet e Isaiah Kuzinsit, i cili ka një mesatare prej 4 asistimeve në këtë edicion, tashmë gjysmën e asistimeve e ka arrit qysh në 3 minuta e gjysmë të para. Edhe 6 minuta 36 sekonda deri në fund të qereku të parë. A jemi në start të duelit, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të dyja skuadrat e dhurues të basketbollit. Pas pushimit dy javor për shkak të para kualifikimeve të Kosovës për Eurobasketin 2029, me të vërtet u rikthyem me xhiron e 8 e cila solli befasin më të madhe vjeshtore pasi lideri pamposhtur pas ciklit të parë vjeshtor Bashkimi. Psoj nga skuadra e fundit në tabel vllaznimi, pastaj Bora triumfojnë ndaj Rahovecit në Mizajrisma, ndërkohë Golden Eagle Ylli në debutimin e trajnerit Jeronimo Sharin në poshtë Sigal Prishtinën, dhe Trepça fitoi duelin ndaj Go Plus Pes. Skuadrat do të largohen në zhveshtore. Adhurues të basketbollit, do të kemi një pauzë 15 minutëshe për të ajrosur palestra për shkak të tymit të rënd dhe tymit të zi, të cilin po e shihni edhe ju vetë këtu në palestër, në mënyrë që të krijohen kushtet për zhvillimin e ndeshjes. Ne këtu po e ndërpresim komentimin për pak dhe do të kthehemi, duhet të dalim edhe ne, se me të vërtet tymi është i rënd në palestër, do të bëhet ajrosja, ventilimi i sallës, para se të vazhdoj pas 15 minutave ky transmetim, i cili fatkeqësisht pra po ndërprehet. Shkojmë në pauzë dhe kthehemi më pas. Adhurues të basketbollit në platformën numër 1 në Shqiptari Art Motion, po kthehemi në palestrën e sporteve në Prishtinë, ku ndeshja mes të Sigal Prishtinës dhe Bashkimit pranë rezultatit 7-9 është ndërprerë për shkak të hedhjeve të mjeteve piroteknike nga ana e plisave që po protestojnë dhe po vazhdon ajo mosmarrveshje me kryesinë e klubit për shkak pra ndeshja tash 1 orë gjysmë, gati 1 orë 15 minuta është shtyr, kushtet janë krijuar, tymi është larguar dhe po presim rifillimin e ndeshjes, e cila do ta mbyll xhiron e 4 të elitës, xhiron e 4 të ciklit të dytë, apo xhiron 11 të Pro Credit Superligës. Ndeshja tjetër Rahoveci 0-29 Go Plus Pea në Mizajrisma, pjesa parë 44 me 41 për Rahovecin. Para se të vazhdojnë ndeshja edhe 3 minuta 22-3 sekonda, pra t'ju rikujtojnë, po shkojnë me një rekapitulim të asaj që ndodhi, pra është kjo dyshja e DJ Burnsit për barazim rezultati 2-2 pas atyre 2 gjuajtjeve të lira të Meriton Ismailit, në çka është përgjigjur Kian Anderson, ish lojtari i Prishtinës në atë edicionin historik 2018-19 me treshe, në asistim të Isaiah Kuzinsit, të rikthyerit e Bashkimi pas një kohë të gjatë e pata atje Malcolm Armstead, transferi i ri i Bashkimit
kaloi ushit nga pejat e dhe këtu e kemi treshën tjetër të realizuar po ashtu nga Meriton Ismaili, përsëri në asistim të Isaiah Cousinsit. Në anën tjetër, Prishtina ka realizuar 5 pikë rresht nga gjuajtjet e lira të Dion Haxhosajt, 2 të Dionit dhe 3 gjuajtje të lira të DeAndre Burnsit, i cili u faulua pikërisht nga Isaiah Cousins. Pra nëse i shikojmë statistikat, Bashkimi në start, pra në këto 3 minuta 24 sekonda të zhvilluara, ka realizuar 2 treshe nga 3 tentime. 3 tentime i pati dhe Prishtina, por nuk qëlloj asnjë treshe nga vija gjuajtjeve të lira në 5-5. Prishtina 3-3 Bashkimi, pra 100% të saktë të dyja skuadrat. Prishtina, pra në atë deportim, në fakt deportim jo, po gjuajtje për 2 pikë nga gjysmë distanca e Burnsit, realizoi një 2 pikësh, Bashkimi e huqi një, pra këto janë statistikat aktuale. Nga kundër sulmet, 2 pikë të shpeta po e shohim Edmond Azemin, atje legjendën e klubit Prishtinës, basketbollisti më i trofeshëm në histori të basketbollit kosovar, po thom më i trofeshëm sepse Edmond Azemi, pra jo vetëm legjenda Prishtinase, por edhe e përfaqësuesës Kosovës, ka 37 trofe të fituar në karrierë. Po e shohim në kërcime 3-2 për Bashkimin, asistime 2-1, një top i vjedhur. Prishtina ende s'ka vjedhur pik, asnjëra prej skuadrave nuk ka realizuar në brendi të trapezit, as nga rastet e dyta, pra çdo gjë është e gatshme që ndeshja të rifillon, ndërsa ka mbetur edhe 6 minuta 36 sekonda deri në fund të qereku të parë të këtij dueli. Cousins përballë e ka Visariun, Tillehammer Visariu, tentim i pa suksesshëm, më i larti në kërcim atje. Azemi e merr këtë top, përballë ka Andersonin. Burns, foul. Edhe njëherë Isaiah Cousins, lojtari kryesor i skuadrës së Bashkimit, i cili mungoi për shkak të lëndimit. Themi se sonte Ike Nwamu. Transferi i ri i Bashkimit. Tentimi Dion Haxhosat për treshe, nuk realizon vetët rezultati 7-9. Në rikthim pas kësaj pauze të detyruar, skuadrat të pasakta janë ftofur muskujt gjithsesi edhe për shkak të ventilimit të palestrës. Palestra është pak më e ftohtë se sa në fillim të ndeshjes. Azemi për Dionin, i cili deporton, nuk realizon kërcen atje, dhe rëzohet Lejk më i larti në kërcim. Deporton atje Lejk pranë Kramerit për 7-11. Janë këto pikët e para pas rikthimit nga pushimi, nga pauza. Pas ndërprerjes së ndeshjes, të dyja skuadrat huqin nga 3 herë. Azemi atje, dysi e përbiron pranë Lejsonit për 9-11. 5 minuta deri në fund të qerekut të parë. Nwamu. Lejk. Kujtja gjurë topin, tenton t'ja vjedh Burns atje Meritonit, shpejt lëviz Meritonit deri te Lejsoni, topi hyn e del nga koshi. Kramer shkon e dorëzon topin te Burnsi, e pason. Azemi deporton, Nwamu atje, Azemi edhe njëherë tenton Kramer. Herën e parë nuk arriti, të dytën ka sukses dhe realizon për
barazu rezultatin një mini seri prej 4-0 në anën tjetër edhe Kian Anderson shënën. Gabim në hapa kërkon nga referi atje Lejsan Zeqiri edhe pse në shofim çka tregon referi Mumini, lojtari me numër 27 Lejsan Zeqiri, i cili sot është kapiten pra pas tërheqjes nga skuadra Altin Morinës shkak të mosmarrëveshjeve me klubin e Bashkimit. Shiritin e kapitenit e mban Lejsan Zeqiri. Kramer shpejt në kënd atje. A do tjetë kjo asistim? Jo, edhe njerë Kramer lufton me Lejsonin. Kian Anderson e kap këte top. Anderson për te Lejsonin shpejt lëviz topi. Vamu në tentimin e tij të parë me njëherë realizon atje 16-11, një mini seri prej 5-0 e Bashkimit. Atë 2 pikshin e në Vamut, dhe tani edhe treshja e tij. E përmirëson Burnsin. Hagjosa, i tentimi Azemit nga distanca për të përgjigjur në treshje meriton Ismaili. Dalet atje për pak Visariusa nuk ja volli topi. Ufa! Edhe një herë Iken Vamu bombardon me 2 treshje rresh dhe tani kemi një seri prej 0-8. Ja dhe shkëputje në 8 pike përsi. Dërsa po futemi në 100 sekundat e fundit, 150 sekundat e fundit, falni, të qereku të parë, personale e Tilemahos Visariut. Edhe njëherë, janë këtu 2 treshet e Alos Iken Vamut, 196 centimetrëshi, i cili erdhi te Bashkimi nga skuadra e ligës së dytë të Turqisë, Ankara Gücü, skuadra kryeqyteti turk. Ndërsa përveç tij pra Bashkimi pas krizës dhe 3 humbjeve rresht ka transferuar edhe playmakerin amerikan Shannon Shorter, të 6 vjeçari që së mundi ka luajtur në Meksik me Fuerza Regia. Dhe natyrisht e kemi paralajmëruar këte në asisti online edhe Malcolm Armstead, të cilin Peja e liroi me dëm shpërblim. Armstead që është edhe reprezentues aktual i Kosovës, në të kaluarën ka luajtur edhe te Sigal Prishtina dhe Golden Eagle dhe tash luan për Bashkimin. Përforcimi i tretë është pra ky njeri i cili e ka topin Vamu, i fuqishëm nigeriani, tenton, nuk realizon. Kramer, më i larti, Janjeva është në loj, ish Prishtina si bukur atje në thellësi, asistim nga Poloshka për 14-19, 2 minutat e fundit. Muhamed Ali Janjeva, Arvjet ishte edhe kapiteni i Sigal Prishtinës, muaj më parë, nuk u mor vesh pas një mosmarrëveshje me klubin Prishtinës. U largua në drejtim të Bashkimit, personale e Arjan Azemit. Edhe njerë ky asistimi bukur në thellësi, një baseball pasimi Don Poloshkës për Adrio Bejlin, i cili afron në 14-19. Anderson për Janjevën. Sa lëvizje bukur, por në anën tjetër e blokon Kramer. Poloshka për Burnsin, shpejt lëviz topi Azemi. Azemi dhe Janjeva e njohin mirë njëri tjetrin. Azemi me Nwamun, luan 1-1. E vozit atje Azemi, para mrapa, deporton dalet në mënyrë të palejuar për 16-19. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë.
Në të serim prej 0-8 përgjigjet tani Prishtina me një mini seri të shprejt prej 5-0 nëse realizon edhe këtë gjuajtje të lirë Ariana Zemi. E përsia do të ngushtohet në 2 përsëri. Sa ishte para ndërprerjes, jo, mbetet 3 pike përsi. Shko pika e 4 të Arianit, cili huqi tentimin e tij të parë sonte nga vija gjuajtjeve të lira në Vamu për Janjevën. Çfarë mbrojtje e mire Don Poloshkosi, i cili atje luftoi me Muhamed Ali Janjevën dhe fitoi këtë top. Bickerstaff atje, sa bukur, por nuk e pranon mirë topin Janjeva. Don Poloshka detyron Kian Andersonin që të shkakton faul, dërsa kanë mbetur edhe 45 sekonda, në fakt 44 presje 9 sekonda, e kërkon atje kontaktin. Beton Gjeçaj do të inkuadrohet në loj. Diri Bledar Gjeçajt. Alo e shkurt 195 cm shi Gjeçaj. Don Poloshka në tentimin e tij të parë është i saktë 17 me 19. Kemi tani pra herën e dytë nuk realizon. Përgjigjen atë serin prej 8-0 me një seri prej 6-0 afrohet rezultati në 2. Anderson, sa bukur e kalon atje, deporton me një akrobacion, realizon Kian Anderson, pika e tij e 8 nga 21 pikët e bashkimit deri tash i ka realizuar Kiani. Don Poloshka. Faul në sulm i Ariana Zemi ndaj Gjeçajt. Evrikosët atje ka Kiusis. Edhe 17 presje 5 sekonda deri në fund. Vamu përballë ka Ariana Zemin. Tenton Lejson Zeshiri për 3 pik. Dhe nga ana tjetër e fushës nuk realizojnë 17 me 24. E rikthejnë atë përsin maksimale me këte treshe të Lejson Zeshirit në sekondat e fundit. Faktisht e përsia maksimale ishte 8 pik, pas asaj 0-8. Në shka u përgjegj shkoj me marketing para se të rikthehemi përsëri në palestrën e sportit në Prishtinë. Aiden qa, kam vendos me ndru tekstin këngës. Kusht ka thon ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi në palestrën e sportit në Prishtinë. Këto janë edhe statistikat e pjesës parë. Në fakt harta e gjuajtjeve prej nga janë shënuar pikët pas qerekut të parë, po e shihni në Vamu me ato 2 treshit e tij. Në përgjithësi bashkimi duke i falenderuar treshëve, pra 5 treshe nga 7 tentime. Ka një përsi prej 7 pikëve, në anën tjetër Prishtina është katastrofale sonte saj për këtë 3 pikëshave nga 6 tentime. Asnjë treshe të realizuar, ja dhe pse shikuar mesatarën e tresheve të realizuara në kampionat deri tash,
Bashkimi ka një mesatare prej 6 presje 3 tresheve të realizuar. Sa bukur edhe njëherë, vazhdimisht e kemi këtë lobin mes të Poloshkës dhe Kramerit edhe në ndeshjet e kaluara. E funksionon për mrekulli, kështu ishte edhe sonte në fillim të çerekut të dytë. Tash Prishtina 9 treshe për ndeshje, Bashkimi 6 presje 3 treshe për ndeshje dhe deri tash 5 i ka realizuar në çerekun e parë. Vazhdon jo efikasiteti, doni tentojnë, nuk realizojnë. Në anën tjetër Burns për 21-24, 0-7 janë për 3 pikë lojtarët e Prishtinës. Deri tash do të rikthehet në lojë Muhamet Ali Anjeva, faul është ky i Kramerit. Personalja e dytë e Kramerit, ndërsa Arjan Azemi, i cili është ende në lojë. Tashmë i ka 3 personale, Nwamu realizon është kjo pika e 7 e tij, 21-25. Faul. Apo jo, ishte Bickerstaff ai i cili realizoi. 8 pikë të Andersonit dhe 7 të Nwamus. Pas atyre 2 treshe dhe kjo gjuajtje e lirë. Vetët 4 pike përsi për mysafirët të ndeshje. Ufa, sa bukur e vjedh topin atje. TJ Bickerstaff fluturon dhe koshin e shmonton për 21-27, e rikthen plus 6-in. Vazhdimisht Bashkimi po ik në 7-8 pike përsi, Prishtina po afrohet në 2-3. Kjo është ritmi i vazhdueshëm, vetëm njëherë ishte Prishtina në përsi për 1 pike në fillim. Sa bukur atje. Deporton Bailey dhe realizon për 23-27. Dion Haxhosaj do të inkuadrohet në lojë. Do Poloshka është pranë Janjevës, i bën pressing atje parës luajti një mbrojtje të mirë, ja vodhi topin ndërsa ishte në post të ulët. Dhe tani Arjan Azemi, mbrojtje e mirë edhe Arjanit, e detyron Nwamun që të gabon atje. Ja vodhi topin e Nwamu e preku. Azemi largohet në lojë Dion Haxhosaj, si që i ka dhe 3 personale. Arjan Azemi momentalisht me 4 pik, 1 kërcim, po luan të Prishtina 7 pik. DeAndre Burns është lojtari më efikas, e ka topin atje. Poloshka e kam përmendë dhe pak më herët është vetë mohus kapiteni. Munges të Daniel Lekëndrejt, kapiteni Prishtinë. Por gjuajtje atje në 100-ën e fundit, po e shpëtoi këtë top. Bailey e kërkon topin. Sa bukur! Për mrekulli, deporton në thellësi dhe përsëri afrohet rezultati në vetëm 2, 25-27. Don Poloshka me Nwamun, pasimi mirë atje i Nwamut dhe Bickerstaff realizon dalët në mënyrë të palejuar. Personale e Adrio Baileyt, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë Bickerstaffi. Me 29 pikët e parat Bickerstaffit, pika e 3 e tij për 5 pike përsi të Bashkimit në start të çerekut të dytë. Në tjetër pra ndeshja Rahoveci Go plus Peja, 11 pike përsi për Rahovecianët në sekundat e fundit të çerekut të tretë. Bailey bukur atje, e pasoi në anën
në anën tjetër. Pasimi fuqishëm, por edhe i mençur kur të gjithë nuk e pritnin, i vetmuar ishte prapa Dionin, nuk arriti ta pranon si duhet. Cousins, Bickerstaff shkon me pick and roll. Cousins depërton. Është faul në sulm, mirë po proteston Jovici. Si duket është lënduar edhe Krameri. Duket që edhe ka pëlqyer këmbën apo jo. E pyet atje trajneri Kakiusis nëse është çdo gjë në rregull me të dhe a mund të vazhdoj. 213 cm është i fuqishëm, por edhe pëlqeu këmbën, po shohim që është duke qalu pak. Filli me tentim për 3 pik, nuk arrin, po ka telashe Kramer në kthim në mbrojtje. Gabim në pasim nga Cousins në drejtim të Muhamed Alianjevës. Ish Prishtina si deri muajin e kaluar u transferua te Bashkimi. Një tjetër ish Prishtinas nga Go Plus Peja erdhi po ashtu në Bashkim Armstedi, tenton atje ta bllokon Kramer, lufton përkundër faktit se po ka pak telashe dhe po çalon, megjithatë po jep zor edhe po lufton. Burns përballë ka Kian Andersonin i cili bën presion. Pick and roll i Kramerit për Burnsin, tenton e përmirëson me edhe një kërcim, edhe një shënim nga rasti i dytë nga Kelby Kramer, pika e tij e 6. Edhe një kërcim i Kramerit, 6 pike, 7 kërcime dhe një asistim. Krameri ka dhe 3 blokada deri tash. Lojtari më i dobishëm tash për tash te Prishtina, Dion Haxhosaj. Burns tenton dhe realizon e afron rezultatin në 29-30. Dhe një gjë të cilën duhet potencuar pa tjetër dhe këtë fakt e thame edhe pak më herët, është hyrja e Don Polloshkës në lojë, me të vërtet po e rikthen ritmin të skuadra prishtinase në mungesë të Otrit Williamsit dhe Lekëndrejt, po ashtu edhe Valmir Kakrukit, i cili do të mungoj edhe minimum 2-3 javë për shkak lëndimit të muskulit të kofshës. Prishtina në përgjithësi ka një mungesë prej 32 presje 6 pikëve, 15 kërcimeve, 11 presje 3 asistimeve dhe 4 presje 5 topave të vjedhur. Ja që në mungesë të gjithë këtyre lojtarëve, i lënduar dhe me gjysmë kapaciteti, po luan edhe Don Polloshka, kur po thëm me gjysmë kapaciteti, mundësit, sepse e ka të lënduar tendinin e akilit, megjithatë po e sakrifikon vetëm për ekip. Po e thëm edhe një herë, kom përsërit edhe në ndeshjen e kaluar, të them drejtën, duke marrë parasysh lëndimet e rënda dhe ato operime që i ka pas, 3 operime gjatë periudhës e kaluar që e kanë mbajt jashtë parketit gati 2 vjet, pas klimit të lëndimit edhe vitin e kaluar mungoj disa muaj, nuk e di sa është mençur që po luan, por po e shihni pra një luftar besnik i cili po e vendos vetëm para klubit, tentim për 3 pik, e heqa top atje Kramer, tenton edhe njerë Lejson Zeqiri, nuk realizon dhe faul është ky i Dekwan Lejkut ndaj Kramerit. Ky është kërcimi i 10 i Kramerit. Në të vërtet po dominon sonte nën kosha Kelby Kramer, giganti i Prishtinas, 213 cm.
29-30 dhe 4 minuta e 55 deri në fund të pjesës së parë. Burns lirohet atje, Don Poloshka nga distanca, nga çfarë distance? Pa. Nga 10 metra atje, e lansoj për epërsin më të lartë deri tash, 32-30. Kërkon faul në sulm. Atje të shofim e patë edhe ju vetë prej çfarë distance atje kapiteni Prishtinës. Faul në sulm megjithatë. Edhe njëherë të shofim. Ishte faul në sulm gjatë vendosjes në blok. Pra vendimi drejt. Burns pran Kian Andersoni tenton, nuk realizon, mbetet rezultati 32-30. 4 pikë, 2 asistime dhe 1 top i vjedhur nga Poloshka kapiteni. E shpëton këtë top Lejsoni për mrekullin Nevrikosit, atje ka Kjusi si nuk po e përcelin. Dhe fauli Popo. Nuk duhet të reagoj Doni. Ka shkaktuar atje faul, ishte faul. E shtyu me dorën e majt në shpinë. Luten dy gjuajtje të lira për meritonin një tjetër ishritari Prishtinës. Tani tek bashkimi, sikurse dhe Lejson Zeqiri, shumë lëvizje. Herën e dytë a realizon 32-31. E përsia më lartë e Prishtinës, 2 pikë parës, 32-30. Përsa në anën tjetër bashkimi e përsin më të lartë e pati prej 8 pikëve. Dioni depërton deri në fund, Lejkja blokon. Dhe i fundit meriton Ismaili atje, nuk pajtohet me këtë vendim, do të rishikohet kjo situatë. Dhe topi i dëbuar. Pra, sfida e trajnerit Jovic është suksesshme, u pa qartë se Diona Gjosaj ka luajtur i fundit me këtë top. Vendimi i drejti trajnerit Jovic. Kian Anderson ankohet atje se ishte i shtyr me këtë rast gjatë situate. Time out ka kërkuar trajneri Igor Jovic. 32-31. Kemi një rikthim të Prishtinasve në lojë. Asaj e përsis prej 6 pikëve. Kur Bickerstaff e vodhi topin dhe iku në kundërsulm për të angulitur. Ishte Adrio Belli me asistimin e Burnsit që e nguliti dhe u përgjigj, duke realizuar edhe në deportim. Bickerstaff me atë kosh faulin e ngritje e përsim për sërin në pas, para se Kramer të kërcente në sulm dhe të realizonte me atë ngulitje Burns me deportimin. Ja pas dhe Don Poloshka me treshën e tij për herë të parë, pra e solli Prishtinën e përsi prej 2 pikëve, 32-30. Është përmirësuar në kërcim tani, po dominon
20 kërcime të Sigal Prishtinës, ku gjysmën e tyre e ka realizu Krameri, 6 pike, 10 kërcime, Kelby Kramer. Për mrekulli, Dequan Lake, këte asistim të Lejson Zeqirit, nuk e qënë huq dhe e rikthene përsin. Minimale për bashkimin, 32-33. Burns, Bejlin, Poloshka, një mbrojtje zonale tani e Jovicit. Shkojnë me blok të dyfisht Krameri për Dion Haxhosajn, i cili mbetet i vetmuar, tenton dhe e realizon. Treshja e dytë resht për Prishtina, si Don Poloshka më herët tani Dioni për 35-33 në dyja rastet. Pra kemi pas treshjeve përsin prej +2, kthehet, do të kthehet në lojë Tilemaho Visariu. Kian Anderson pas pick and rollit nuk hapët shpejt atje Leku, mirë po Nwamu edhe një herë Ike Nwamu, nigeriani, reprezentuesi i Nigerisit, cili erdhi nga Ankara Gücü i Turqis, realizon për të rikthyer përsin minimalit të bashkimit, dhe kjo është treshja e tretë e Nwamut. A 10 pik të Ike Nwamut, lojtari i parë në këtë derbi, i cili po luan me pik 2 shifrore. Nuk realizon nga tentimi i tij i parë Burns. Undal nga Lejson Zeqiri, u faulua parës. Lejson, i cili paraprakisht asistoi për Nwamun. Herën e dytë është i saktë DeAndre Burns për pikën e tij të 10, edhe ai tani si Nwamu me pik 2 shifrore, se cila skuadër tani ka nga një lojtar që ka realizuar 10 pik. Nwamu te bashkimi dhe Burns te Prishtina. Sa bukur atje për mrekulli. Anderson e gjeti Meritonin, i cili nuk qëlloi kësaj radhe. Paraprakisht kishte realizuar treshën 6 pik të Meritonit. Një treshe, një dyshe, dhe një gjuajtje e lirë e Meriton Ismailit. Për 6 pik të ti, luan mbrojtja atje, e mbyll Burnsin. Dion Haxhosaj tenton, nuk realizon. Më i larti në kërcimi është Nwamu, e kërkon topin, por Anderson vendos që sulmin ta dërgoj në anën e djathtë të Lejson Zeqiri, i cili mbeti i vetmuar me Tilemahos Visariun. Kanë 10 cm dallim, natyrisht e shfrytzoi këtë Lejsoni duke detyru që të shkakton personale. 36-36 nga një pozitë shumë e vështirë atje tenton Nwamu, sa radhe i pasakt. U ngrit nga banka rezervë për të kontribuar me 10 pik. Bailey përballë ka Lejsonin, mbi Lejsonin, edhe një treshe 39-36. Dhe tani adhurues të basketbollit, Prishtina po e bën atë që e ka bërë bashkimin në qerekun para prak, po përgjigjet me treshe. Deri te treshja e parë të cilën e realizoi Don Poloshka, patëm 8 tentime dhe asnjë shënim për 3 pik. Dërsa tani nga 5 tentime i kemi 3 treshe të realizuara. E kjo edhe e solli rikthimin e rezultatit nga -6 sa ishte 21-27. Dal nga dal, pra duke i falenderuar inkuadrimet në lojë të kapitenit Don Poloshkës, thash po luan
me lëndim të tendinit të akilit, megjithatë po jep kontributin e tij, 4 pike, 2 asistime dhe e hapi serinë e tresheve të Prishtinase, ku pas ti treshe a realizuan edhe Dion Haxhosaj edhe Adrio Bailey, ja iken Vamu me 10 pik më i miri të Bashkimi, 10 piki ka edhe Burns tek Prishtina. Lufte Lejkut dhe Dion Haxhosajt, mbrojtje e mire Dionit. E shpëton këtë top Bailey, Burns i vetmuar atje, tenton edhe përgjigjet me edhe një treshe e 4-ta në këtë qerek. E tani nga 6 tentime, 4 treshe të realizuara të Prishtinase për 6 pike përsi Kian Anderson, përgjigjet në anën tjetër në treshe me treshe. Rëbeshi tresheve tani në këto qaste, 42-39, nuk lejon shkëputjen e ish skuadrës së tij. Kian Anderson bombardon për 3 pik. 11 pik të Kian Andersonit, është kjo treshja e tij e dytë nga 2 tentime. I shkëlqyeshëm Kian Anderson, aktualisht më efikasi tek Bashkimi. 11 pik të Kianit, i cili ka dhe 2 kërcime dhe 1 asistim. 10 pik të Nuamut, pra ky tandem ka realizuar 21 nga 39 pikët e Bashkimit, në anën tjetër me 13 pik të realizuar dhe 4 asistime. DeAndre Burns është lojtari më efikas, megjithatë lojtari më i dobishëm për skuadër. Deri tash është Kelby Kramer, giganti, 213 cm, me 6 pike, 10 kërcime, e ka 1 asistim dhe hiç më pak se 3 blokada. I ka shpërnda 3 banane Krameri, nuk e ka humbur asnjë top. Natyrisht nuk duhet haruar edhe Bailey me 9 pike, 3 kërcimet e tij, i ka dhe 2 topa të vjedhur dhe një lojë dukshëm më e mirë e Prishtinase në qerekun e dytë. 25 me 15 në këtë qerek. 10 pik më tepër kanë realizuar Niko Qirët. Azemi e pret nga bloku nga Visariu, i cili largohet për 3 pik. Nuk realizon Bailey, përballë ka Janjeva në Bailey dhe Janjeva, Bailey shpejt shkon topit e Don Poloshka, i cili nuk realizon për 3 pik dhe mbetet rezultati 42 me 39. Pas 9 tresheve në fakt, fani jo 8, po 9 tresheve të huqura, Prishtinasit hynë një seri prej 4 tresheve rresht nga 6 tentime dhe kjo e solli edhe rikthimin e rezultatit nga minut 6 në parës ishte 6 pik, por në përgjigjen e Kian Andersonit me këtë treshe rezultati edhe u afrua përsëri në 3. Kemi një dominim absolut Sigal Prishtinës, 22 me 15 në kërcime, në asistime më të mirët Prizrenasit, 11 me 7 nga 3 topa të vjedhur. Prishtina i ka 3 blokada, të 3 të Kramerit, 1 blokade ka Bashkimi, i cili ka 9 topa të humbur në pjesën e parë dhe vetëm 5 i ka Sigal Prishtina. Adhrues të basketbollit, shkojme një pushim 10 minutësh para se të rikthehemi në këtë maraton të detyruar basketbolistike në Pallatin e Sporteve dhe të Rinis në Prishtinë, ndërsa në Mizajrisma, sa për informatën e juaj, rezultati është 78 me 65 aktualisht, më falni, 81 me 67 për Arahovecin, edhe 2 minuta 12 sekonda loj ka mbetur atje deri në fund. Dhe ajo që e kam thënë edhe më herët, me vërtet Bujar Loci është duke bërë mrekulli me Arahovecin,
po bën senzacion me skuadrën e cila e ka buxhetin më të vogël në Superligë. Shkojmë me pauzë dhe më pas kthehemi përsëri në palesën e sporteve dhe të rinisë në Prishtinë.